Shqipëria as nuk I friksohet, as nuk intimidohet nga veprimet e Serbisë, me stërvitje ushtarake në kufit e Kosovës. Ministri I Mbrojtjes Ermal Nufi I përcolli një mesazh të qartë Beogradit, duke theksuar faktin se Shqipëria është vend I NATO-s dhe se çdo veprim e ndërmerr në koordinim të plot me aleatët. Republika e Serbisë mitigon të gjitha rreziqet që ajo pretendon si të sajat. Republika e Shqipërisë nga ana e saj, të gjithë politikat e sigurisë I kanë përputhje me aleancën në cilën ne bëjmë pjesë. Aleanca ushtarake e NATO-s është aleanca ushtarake më e fortë në botë, por edhe siguria e Republikës Kosovës, për sa kohë atje kemi një forcë mandatuar që është KFOR-i. Ministri mbajti këtë qëndrim në përgjigje të interesit të medias për zhvillimet e fundit në rajon, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, që mori një vendim për pagat e ushtrisë, me synim arritjen e mesatares së vendeve të NATO-s. Ky vendim I Këshillit të Ministrave përmirëson kuadrin e ekzistues të kompensimeve të trajtimit financiar për ushtarakët aktiv. Vjen si domosdoshmëri për përshtatjen e legjislacionit në fushën e mbrojtjes në përputhje edhe me forcat e tjera, siç janë policia apo organet e tjera ligjzbatuese. Ky vendim përkthehet në kushte më dinjitoze për ushtarakët tanë dhe patjetër veçanërisht për ushtarakët që na përfaqësojnë misionet e huaja ku ne kemi këto atashe. Në mbledhjen e kësaj të enteje të qeverisë u miratua një sër vendimesh që nga I miratimi të zonave prioritare lidhur me paketën e maleve për 8 bashki, ndërtimi I një nën stacioni elektrik nën toksor pas sheshit Skënderbej, e deri tek krijimi I Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore si një institucion autonom në shërbim të pavarësimit të arsimit. Ministri për pushtetin vendor u ndal dhe tek reforma territoriale, për çka theksoi se është e rëndësishme të ecet përpara, për çka tha se majoranca është e gatshme të jap kontributin e saj.